Edi Rama dhe Sali Berisha u përplasën në distancë me qëndrimet mbi Altin Dumanin dhe reformën në drejtësi. Kryeministri përsëriti respektin për kreun e prokurorisë së posaçme, por duke u përgjigjur qytetarëve në rubrikën e tij sy më sy, pohoi se pa mbështetjen e tij dhe të mazhorancës, drejtësia e re do të vazhdonte të kishte duart të lidhura. Altin Dumani, për cilin kam respekt, dhe e kam përsëritur dhe përsëris ka të gjithë solidaritetin tim dhe solidaritetin ton përballë sulmeve kafshërore, edhe deri kundër familjes tij, nuk ka ardhur nga hëna. Ti Bruno, as nuk e kanë sjell me avion nga Amerika ose nga Europa, ka qenë këtu, ka qenë prokuror. Pse nuk ishte Martin Dumani një politikan ta çonte përpara drejtësisë? Si mendon ti? Sepse nuk kishte ardhur akoma koha që solla unë dhe Partia Socialiste. Mbi këtë qëndrim të kryeministrit u pyet kreu i demokratëve, i cili nuk u shfaq as pak i habitur. Sigurisht rrofte qoftë Altin Dumani, thot ai. Kjo është gjëja më s'ka njeri, sepse po të mos ishte Altin Dumani, Edi Rama dhe Erion Veliaj do ishin të akuzuarit më kryesor për djegësin e Tiranës. Por Dumani akuzon njeriu që refuzoi 5 herë Arben Ahmetaj. Sali Berisha akuzoi Edi Ramën se ka marrë në mënyrë të palishme kontrollin e Bashkisë së Tiranës, një tjetër rast sipas kryedemokratit që do të duhet të kishte vënë drejtsinë në lëvizje. Është Edi Rama ai që ka ndërhyrë në mënyrë brutale në shkarkimet dhe emrimet në Bashkinë e Tiranës. Marrin të burgosurin, e ndrojnë aty. Dhe pastaj shkojnë dhe publikojnë statuse në emër të tij. Dhe ato statuse, sipas burimeve që duhen hetuar, janë të shkruar nga dora e Edi Ramës. Sulmet e Berishës ndaj drejtësisë së re, Edi Rama i tregon me gisht si kërcënim ndaj luftës kundër korrupsionit. Po bufin e Knetës, edhe të gjithë këta që përmend këtu lulërat, i ke parti se çfarë bënin kur unë dhe Partia Socialiste donin të bëjnë reformën drejtësi. I ke parti se si reagonin, edhe se si u përpojnë deri në fund ta pengojnë, po i dëgjon tani bufin ti që thot më jepni votën të shkris pakun, e dëgjon bufin se çfarë thot edhe për çfarë përbetohet kur flet për Altin Dumanin? Sipas kryeministrit, ndëshkimi i korrupsionit është një nga arsyet kryesore që kanë nxitur Brukselin të përshpejtojë ritmin e integrimit të Shqipërisë në BE. Në kontekstin e fushatës elektorale të nisur me një intensitet të shtuar, tashmë duket se lidershipet e të paktën 2 figurat kryesore të kampeve të mëdha, zoti Berisha dhe zoti Rama, preditesh në fakt në retorikën e tyre publike të ditës kishte shmangur spakun dhe drejtsinë e re, çuditërisht dhe ndryshe nga muajt e kaluar. Megjithatë rikthehen të dy njëkohësisht ditën e sotme dhe sërish për koincidencë dhe habi, kryeministri flet për respekt për Altin Dumanin. Zoti Duka, po e nis me ju meqense jemi në limit e kohës. Unë gjykoj që drejtësia e re nuk është produkt i Ramës, si që pretendon ai, por është produkt i parlamentit me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe të BE-s. Kam besim këtë drejtësia e re, pavarësisht disa vredjeve që unë gjithmonë i kam thënë, ka tregu disa herë me ftësi, atë që thot Berisha për shkak është e vërtet që ata që janë përgjegjës direkt për qendretorit e anës janë ato që i thot ai kryeministri edhe ai që akuzohet sot që është në burg. Po kjo nuk do të thotë që në të ardhmen këto nuk do japin llogari për këtë punë. Rama tashmë ka kthyer, domethënë, mënyrën e komunikimit në lidhje me spakun, edhe thotë që kam respekt, por kur ju cënun interesat e veta, kur ju lëkundën shumë pozitat me Erion Veliaj, ju e marrni mend si bajti gjitha konferencë, mori dhe një ashtu të drejtësisë. Edhe thanë do fitojmë, jepni 84 vota se do ta reformoj drejtësinë. Po dhe pas disa javë varmë pushim ja të kemi me respekt për Altin Dumanin. Po thjesht është taktikë elektorale sepse në brendësi të vetes ai nuk e do drejtësinë e sipas mendimit tim. Pra respektojmë për taktikë, zoti Blushi sipas jush? Është qartë që Altin Dumani është vegla më e shumtuar politike që ka pas ndonjëherë drejtësia. Kjo e dëshmuar tek a diskutim tek insenatori Tiranës, jetimi i kësaj afere në rast se do të
ishte serios, do të çonte pikërisht tek Edi Rama. Kemi çështjen apo varin e hapur politik të Edi Ramës si brenda, por edhe përtej oqeanit është çështja me Gonigal. Kemi çështjen e aferave të përbindshme korruptive, koncesioneve e ku e diun se çfarë tjetër. Gjitha të denoncuara me prova dhe me fakte, jo vetëm nga opozita, por edhe nga ish bashkëpunëtorët e tij, dhe është po Altin Numani, i cili ka bërë çdo përpjekje që në mënyrë të verbër politike ti shërbej me ndërgjegje të plotë Edi Ramës dhe të gjithë atyre që ne kemi cilësuar si mafje ndërkombëtare, dhe jo më kot, Altin Numani është dekoruar nga George Sorosi pikërisht në ditët e tij të fundit në SBA. E dekoroi Antony Blinken në fakt, jo Soros. Altin Numani është dekoruar nga George Soros pikërisht për ato shërbime të verbra që ai ka bërë ndaj Edi Ramës. Zoti Blushi, në qoftë kështu, atë respekti nuk qenë ka në këtë rast vetëm për simbolikë dhe për taktik, që ka real respekti që ai ka për zotin Numani. Sigurisht, është respekti i shefit për vartësin e tij më të bindur dhe më besnik. Kush është shefi në këtë rast? Po shefi është Edi Rama, vartësi më i bindur dhe më besnik është Altin Numani, i cili bëri çdo përpjekje për të shkatruar opozitën, i cili bëri çdo përpjekje për t'i garantuar Edi Ramës edhe një mandat tjetër 4 vjeçar. Megjithëse zoti Blushi është kurajoze ti arrestosh dhe ti jetosh vartësit shefit tënd. Janë të gjithë bedela që Edi Rama i ka çuar pasekurave me ndërgjegje të plot, por në raste të saktuara edhe me kompromis. Dhe për të rikthyer edhe një herë tek shpresa e zotit Vangjeli që Edi Rama do të kryeministër, ai do të jetë kryeministër vetëm në burgun e Durrësit, ku gjysma e qeverisë apo e grupit parlamentar ndodhet aty, pra në dy vend. Pse doni ta çoni edhe atë në Durrës për shembull? Sepse aty e ka gjithë qeverinë sot. Dhe do të jetë pas 11 majit kryeministri i qeverisë së burgut. Po shkojë do të mos zgjedh. Kryeministër i qeverisë së burgut të Durrësit, po do të jetë një titull të cilin nuk e zgjedhin atje. Tani aty i kanë antarët. Aty i ka dhe deputetët. Dhe ose në rastin më të mirë brenda spitalit. Dhe ju që pretendoni që nuk ka zgjedhje jashtë, besoni se ka zgjedhje brenda. Megjithëse do të ketë përpjekje të tij, jam i bindur për këtë, që të jetë kryeministër brenda spitalit Ali Mihali, spitalit psikiatrik të Vlorës, Ali Mihali, por jo, ai do të jetë kryeministër brenda burgut të Durrësit, ku sot ndodhen të gjithë bashkëpunëtorët e tij më të afërt. Ky është spitali i Vlorës, ky që sapo përmendët, dhe po thoni që po paralajmëron një alibi të mundshëm? Po tani të gjithë e njohim përpjekjen e tij. Për? Siç pati dhe përpjekje, besoj lexuat lajmet që dhe Velia i po tenton të shpallet i çmendur. Dhe Edi Rama për t'i shpëtuar ndëshkimit pas 11 majit, mos u çuditni, kur të na tregoj të gjithëve kartelën që i kanë nxjerrë me robaze, thotë. Po unë kam qenë i çmendur. Ju e dini, me robaze ma ka treguar kartelën për t'i shpëtuar ndëshkimit. Prandaj them që ai tenton që pas 11 majit të bëhet kryeminist në spitalin psikiatrik të Vlorës, aty brenda, por jo, ai do të shkojë tek burgu i Durrësit, ku e presin me krah hapur, jam i bindur, Erion Veliaj e gjithë ata ministra, të cilët i kanë sakrifikuar, thoni. Të cilët mezi po e presin për të formuar më në fund qeverinë që sot e ka kryeministrin në ekzil, pra e ka jashtë, dhe tani mezi po e presin pas 12 majit do ja çojmë kryeministrin. Një qeverisje e brendshme në 30 sekondat e fundit, zoti Baçi dhe zoti Vangjeli. Shiko, teorikisht e mbështet SPAK-un, praktikisht nuk e kam mbështetur. Nuk ka një dosje që të ketë quar antikorrupsioni i Ramës, të kenë quar doganët, tatimet. Kështu që ai thotë që unë e mbështes, po në fakt praktikisht, më thonë në rastin më tipik është inceneratorët, ku institucionet nuk çonin dokumente edhe pse kanë detyrim ligjor kushtetues që të çojnë kur një komision parlamentar ngrihet. Po të kemi parasysh ka një lloj tërheqje, sidomos para 3 ditësh kur Departamenti Amerikan i Shtetit e mbështeste SPAK-un dhe u pa qartë ajo shpresa që nuk kam më mbështetje nga amerikanët ra, domethënë, dhe kemi një këmbgulje edhe të BE-s dhe të SBA-s që puna SPAK-ut të vazhdojë. Ne mund të kemi kritika, por po të kemi parasysh që në një shoqëri nuk mund piqet vetëm një institucion, do ishte absurde të kërkonim që SPAK-u dilte me pistolet në rrugë si kauboj, domethënë, dhe
t'i kërkonte institucione, kur nuk bashkëpunon policia, që ai e ka thënë më shumë bashkëpunon me krimin se sa me SPAK-un. Të cilën e ka kritikuar vetë zoti Dumani? Po, domethënë të thotë që ne kemi nevojë që ta mbështesim. Tani edhe zoti Berisha e ka të vështirë të marrë një kthesë fundimtare të mbështesë SPAK-un për shkak të betejës. Megjithatë, një lloj elegancë në fushat elektorale ka nisur tash përfaq në raport me SPAK-un që dikur e konsideronte organizatë kriminale. Thash dhe nga ana pragmatiste, tani nuk ka organizatë kriminale me njerëz brendshëm brenda, të ndershëm brenda. Vetëm Berisha mund ta shpjegojë këtë, por çështja është që jo se Berisha nuk i konsideron as të ndershëm dhe ju e dini. Jo, ka disa të ndershëm, thotë organizatë kriminale, por ka edhe prokuror të ndershëm, domethënë. Nuk ka organizatë kriminale me njerëz të ndershëm, por çështja është që nga ana pragmatiste, po them që është, domethënë nga ana elektorale, Berisha e di shumë mirë që nuk mund të jesh kundër një institucioni që ka kaq mbështetje popullore. Prandaj dhe është tërhequr dhe është zgjuarësi politike. Po të shikoni është shumë i kujdesshëm si balerin zoti Rama se nuk është as pak, e tregoi ditën e vërtetë kur u zemrua, i kërcënoi që mos afrohesh ke telefoni, sepse është vërtet që kanë nisur dosja hetimore për Megoni Galin. Domethënë, është normale që të di çdo gjë që ka bërë zoti Velia, është normale që të di çdo gjë që kanë bërë ministrat, kështu që nuk ka asnjë lloj gëzimi te ai, por nga ana elektorale po e shfrytëzon, domethënë duke pas parasysh qëndrimin që kanë kundërshtarët. Po e përdor me mitin e respektit, zoti Evangjeli, 20 sekonda të fundit. Rama që ka respekt për Altin Dumanin si u tingëllon? I rikthehemi edhe një inteligjencës artificiale. E pyetet për Altin Dumanin në fakt dhe konceptin e respektit. Jo, e cila nuk harron. Pra ne i bie që të kemi harruar çfarë kemi dëgjuar po nga Rama një muaj e pak më parë dhe të dëgjojmë këtë Ramën e sotëm të rilindur i cili thotë një gjë të ndryshme nga ajo. Por kisha diçka. Nëse sedra njerëzore do ta kishte vendin diku ke sjetulla, unë tani sinqerisht do ndihesha i gudulisur sepse në sedër, jo në sjetull, sepse i bëra një pyetje inteligjencës artificiale këtu. Dhe i thash, a mund të mposht inteligjenca artificiale Edi Rama në zgjedhje dhe më jep një përgjigje të ndryshme nga ajo që inteligjenca artificiale ka dhënë aty CNN? Jo, më dha gati të njëjtën përgjigje që inteligjenca ime shumë modeste, natyrale ju a tha pak më parë. Që është? Po ju a citoj. Megjithatë, në një garë zgjedhore është shumë më ndërlikuar se sa analizat të thjeshta të dhëna. Pjesëmarrësit duhet të fitojnë mbështetje emocionale, të kenë lidhje me elektoratin dhe të menaxhojnë kompleksitete të tilla si politika, marrëdhënie ndërkombëtare, sfida sociale etj. etj. Ju fola pak më parë që ekuacioni elektoral në Shqipëri është shumë herë më i ndërlikuar se sa ajo pjesë e sipërfaqes të cilën ne vetëm tentojmë ta gërvishtim. Dhe duket se inteligjenca artificiale vështirë se mund gjej vend brenda ekuacionit tonë. Të nderuar zotrin, unë ju falenderoj për kontributin në debatin e kësaj mbrëmje. Të nderuar shikues, edhe sonte ju falenderoj për vëmendjen e treguar. Ndajemi bashkë këtu për të takuar sërish nesër në orën 20:30 me debat. Deri atëherë nga unë Alba Lishani, natën e mirë.